Sonja Dizi, pasi dëgjoi diku në lagje që tani mund të ketë akses direkt në faqen web të bashkisë për të shprehur një problematik, dërgoi një ankesë në Këshillin Bashkiak për mungesën e ndriçimit në rrugën para shtëpisë së saj. Sa u habit Sonja Dizi, kur mësoi se kontaktet e këshilltarëve tani janë bërë publik. Miri, teksa pinte kafen e mëngjesit me fermerët e tjerë në kafenen e fshatit, plotësoi sondazhin e konsultimit për buxhetin, duke kërkuar përmirësimin e rrugës që lidh fshatin me tregun ku tregtohen produktet e tyre. Pesa e Dizit, duke eksploruar websajtin e bashkisë, zbulon që tani ajo mund të jetë pjesë aktive e këtyre proceseve. Fal rregulloreve, ajo është e qartë për procedurat e aplikimeve dhe detyrat e këshillit. Kështu, ajo mund të kërkojë llogari të zgjedhurve të saj në këshill. Është kaq e thjeshtë. Mjafton të vizitosh websajtin e bashkisë së qytetit tënd, ku do të vizualizosh të gjithë instrumentat e këshillit online. Raporto një problematik, merr një nisë, bëj një kërkesë nëpërmjet formularëve të posaçëm ose bëu pjesë e procesit të konsultimit të buxhetit. Mbledhjet tani mund të ndiqen edhe live në Facebook. Ky mesazh u përgatit nga Këshilli Bashkiak.